Ndryshe nga ti. Po mirë, dhe po gënjeva unë ka njerëz që na ndjekin. Si pas kam kaluar te familja jote. Ti di kë ke lënë pa përmend? Motrën, kam ndej motrën, që ta dish. Ndoshta nesër ke kohën që po djosh. Është 15 Si kam kaluar te familja, si kam shat familje. Nesër mëngjes të sugjeroj që ta plotësosh. Edhe ti je si. Ja ta mbaroj. Që ta plotësosh kuotën e familjes, unë të sugjeroj nesër mëngjes të djosh, të përmendesh dhe motrën. Ja sa bukur flet ti për familjen tënde. Jo, kjo është çka ke bërë ti për familjen time. Duke ofruar dikujt si puna jeme. Jo, po të them kuotën e ke lënë pa plotësuar. Kam dhe një motër. Do më jepsh përshtim sepse kjo s'ka mujt për më rreshtu asnjë. Matea asnjë, Shëndriti asnjë. Po t'jap ty shansin. Unë jam Selin. Po pra Selin. Po. Ma jep se si t'kam përmend dhe ofendu familjen. Po. Ke ardhur fillim dhe ke thënë, kisha qenë në vllai jot, nuk të kisha lënë me hyrë në shtëpi, në shtëpi time. Nuk është ofendim. Është super ofendim sepse ne gjithë e dim është kod loje dhe është provokim. Jo, mos e lën. Të testu ty se kush je ti. Tani do mblesh më aty rreshtes siç dua unë. Sa po ta shpjegova pra nuk është ofendim. Jo, ti mund ti mund thuash mua dhe që unë ty s'kam thënë Dubai për çfarë kupton, ti ke thënë. Atë ta kam thënë, unë çfarë kam thënë. Bravo, ti ke thënë. Atë ta kam thënë, kam dalë për shtëpisë. Kishte qenë baba jot, s'kisha lënë marrë të loj. Jo, mos fut fjalë. Jo. Unë kisha qenë baba jot, unë ty s'kisha lënë marrë Big Brother. Me pak e në baba jot, kisha marrë vajzën, i kisha thënë, hajde dil për kësaj shtëpie. Atëherë, kam qenë me fshet korrenti në dorë. Ka qenë Gimbo, ka qenë edhe Shëndriti mos gaboj. Kam qenë duke fshitë dera me xham. Gimbo ka qenë me kostum vishnje. Dhe ti ke thënë, unë nuk e di se kush baba i lën vajzat me hyrë Big Brother, sepse unë kisha qenë baba jot, kisha lënë me hyrë Big Brother. Jo, kena këtë pishina. Po jo.